Të nderuar teleshikues të Radio Televizionit Perëndimi dhe të agjencionit Firdaus Tours. Këtu afër meje kam drejtorin e nderuar dhe të respektuar të agjencionit Firdaus Tours, vllaun Nusret Gashim, të cilin e përshëndesim me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi këtu në qytetin e bekuar, në Medinën e ndrëquar, së bashku me agjencionin Firdaus Tours për të kryer obligimet fetare dhe për të bërë umrën, që inshallah pas 2 ditë do të vazhdojmë për në Mekën e bekuar për të nisur umrën inshallah. Por para se të shkojmë atje në Mekë, disa pyetje kemi për drejtorin e agjencionit Firdaus Tours, Nusret. Nusret, a mund të na tregoni pak rreth agjencionit Firdaus Tours? Si erdhi ideja për ta themeluar këtë agjencion? Që sa jeni aktiv, domethënë kur e keni themeluar? A mund na tregoni pak në pika të shkurtër? Fillimisht ju falenderojmë shumë nga zemra që po na mbështetni dhe jeni me neve, kështu se Firdaus Tours ka filluar në 2017, po qysh ka qenë ideja na më përpara në 2015 ka qenë unë me bashortën në Hax. Dhe kam pasur shumë sende nuk kanë hecë tamë ç'është duhet. Dhe atëherë na kemi thonë që inshallah do të mundohemi na të mi bëjmë më mirë edhe mi ndëru njerëzit edhe mos i maltretuar sikur si na i na maltretuar, edhe halon njerëzit maltretuar deri sot, po alhamdulillah na që jena të mundue si mas mirë ti më organizue, pra inshallah Allahu që shto na vazhdon deri fund. Mashallah. Mirë, sa i përket umrave, domethënë, sa keni organizime, domethënë, a keni organizime të umrave çdo muaj, çdo 2 muaj apo si qëndron? Jo, umra kemi çdo 2 muaj apo 3 muaj. Mas pak të jemi 4 herë në vit këtu në umrën. Domethënë, me nis 5 dhjetorit, atëherë jemi shkurt, atë shkoj që tash në aprill, atëherë pas haxhit një 4-5 muaj është pauzë, se nuk organizohet. Se edhe pushimet e tjerë se shkojnë për vetin e kështu me radhë, kështu si domethënë tash umra e radhës ka më qenë inshallah prej 19 muaj, për shtatorit. Okej, na kemi vërejtur që në organizimet tuaja shpesh herë si udhëheqës fetar është edhe hoxha e nderuar doktor Zakaria Bajrami. Po. Çfarë ju lidhen juve me hoxhën e nderuar? Keni ndonjë marrëveshje apo si është? Na me hoxhën 2019 e pataftuar në hoxhën se e kam pa qel shoqatën, jo, shoqatën. Po, shoqatën një tim aty umetit, edhe hoxha ka pa që kam organizuar shumë mirë se kanë qenë shumë xhallar, ka qenë edhe Adem Ramadani, Mustet Kurtishi kështu me radhë, o kon gjigant, o kon shumë mirë, edhe atëherë i kam thonë hoxh, çfarë do mëna për më organizuar, domethënë umra me neve, dhe ka thonë, okay, ta shohim kur ç'është tek edhe e që nuk kena filluar, që ka qenë një ka njës ideja, dhe prej 2019-s deri në ditën e sodit, domethënë është me neve hoxha, ne nuk i kena ndru hoxhën asnjëherë, sepse edhe ky e ka pa dhe ka rvejt që na domethënë tamam po mundohemi atë mi kriju punë ose mi ndëru njerëzit që është mas mirë. Okej, në ata që dim që ka shumë agjencione që organizojnë umre, çka ju dallon domethënë juve me agjencione të tjera? Ne kemi vërejtur shembull që ndoshta ju nuk jeni prej agjencioneve që jeni më të lira, e keni një çmim konsiderueshëm. Ka disave që ju duket është shtrenjtë çmimi. Çfarë mendoni ju? Çfarë janë arsyet? Pse ndoshta jeni pak më shtrenjtë se tjerë? Po, se të na umrja fillon prej fluturimit, mas parti janë në mendën që njerëzit tonë që të fluturojnë tamam me aerolancat të mira dhe që nuk presin shumë në pa aeroporte dhe domethënë njënë e pyetën më është sikur si tash jeni me Turkishin, në dhjetor kem qenë me Katarin, më herë kem qenë me Saudi Airlines, domethënë fluturimin e kena bërë gjithmonë, i më të mirëve airlinesat, po posaçërisht na jena me nivelin e lartë që gjithmonë jemi afër çabës, edhe ato e kena bërë vetit obligim që mos po largue ma shumë se 300 metra larg çabës, sepse njeri kur të largohet ma shumë, për njerë të umragjit është
domethënë ma vështirë për mi kap namazet, po koncentru ibadet, apo dim kështu se na e dim krejt se hotelet me 5 yje, edhe që rreth Çabës, janë me nivelin e lartë dhe para të arsye jemi edhe me çmimin e lartë, po alhamdulillah njerëzit domethënë neve si na zgjedhin, e din domethënë që na domethënë kena kompetencë të madhe dhe parat domethënë na zgjedhin neve si agjencion, sigur pe vallone si thash më herët, të përfiturimi deri te hotelet, po edhe transporti që nëna merren me punë, çdo gjë në rregull, po edhe këtu kur vijnë kem qef njerëzit më relaksu, kem qef njerëzit mi bo vizita tamam që duhet, po edhe në privat donim me ta shumë, domethënë gjithmonë i kem 2 apo 3 aktivitete në ditë. Të dashur shikues, pasi që jemi në qytetin e ndriçuar, në Medinën e bekuar, ndoshta është më mirë që vllaut Nusret t'i bëjmë pyetje më shumë tash rreth qëndrimit të umregjive këtu në Medinë. Nusret, na trego pak çfarë aktivitete domethënë ju ofron agjencioni Firdaus Tours personave që e zgjedhin agjencionin e juaj për të kryer umren këtu në Medinë. Çfarë aktivitete domethënë ju ofroni? Po, jashtë tyre domethënë vizitat e shajta si e bën të gjithat, na gjithmonë mundohemi shumë organizime të tjera mi bëhe private me ta së bashku, të cilat domethënë nuk përfshin në ofertë, po na ata i bëjnë api vetit për mi kënaq dhe më relaksue, umregji këtu si vim. Janë ose shumica pyetën më janë domethënë me nis këtu për Medinës, i çojnë në shembull në Bedër. Në Bedër shumë agjenciona, po mund të them se shumica të tyre askush nuk çon. Sa i përket Bedër, domethënë Bedër nuk është edhe afër këtu. Jo, Bedër është afër. Domethënë është sa kilometra lart? I ka afër 200 kilometra, i bën dikon 2 orë, veç për me shkue, po shumë interesant për me shkue sepse atje ka qenë fitoria. Ato tim po, fitore, Bedër është fitoria. E aty duhet me shku njeri për vizitë. Lufta e parë e muslimanëve, domethënë, edhe fitoria e parë e muslimanëve. Për ata, domethënë, hoxha doktore Zekeri Bajrami, edhe unë domethënë këtë program e kem gjithmonë, po në parasysh ku të vim, edhe në cilin muj vim, programi është gjithmonë që shkena me shku në Bedër, pastaj i çojna njerëzit domethënë te Bejda, aty domethënë sigur se si kena gra motorët edhe janë edhe domethënë tjera aktivitete, po janë edhe do neja të mira ku i bojnë në shembull të hurmat, aty jashtë janë shumë vende të mira dhe të bukura, edhe aty domethënë mbrëmje e kena darkën me. Okej, me sa po e kuptoj domethënë ju afroni umregjive këto vendet historike ku ka jetuar dhe ka vepruar domethënë Muhamedi alayhis salam me sahabët, me shokët e tij. Domethënë që disa vende domethënë nëse vizitohen dhe bën aty adhurime, ibadete, ka edhe shpërblime. Po pas kësaj domethënë agjencioni Firdaus Tours ju ofron umregjive edhe relaksim. Domethënë një kohë të lirë ku nuk ka stres, themi kështu. Po ka kënaqësi, ka komoditet. Vërtet. Domethënë sa e përket kësaj domethënë komoditetit ose kohën e lirë, domethënë ju ofroni shembull domethënë argëtim me kvant motor, hypja në deve, muzeum, në Bedër. Atëherë, domethënë, janë 2 aktivitete si shumica, 90% nuk i bojnë, na i bojmë dhe kështu domethënë njerëzit që vinë me neve, umregjit, gjojnë kënaqësi, edhe gjithmonë i kem njerëz që kanë qenë me neve 3-4 herë numra, më e pakta. Apo dhe domethënë janë gjithmonë do pitundit që kanë qenë me neve numra, por në herë, atëherë kanë thonë që na jena me ju gjë çdo herë, edhe posa se kanë thonë familjarët e tonë, nuk i lënë me shku me diku tjetër pas me juve. Pse? Se ju në që shpërshojmë, na ju i keni marrë këta sene si amanet edhe ju një të i quë malitin në vend, para dhe me thonë, alhamdulillah, që hec puna mirë. Mirë, ata sa e përket kësaj umre ku jemi tash për momentin, është edhe pak një umre pak më veçantë, për arsye se kemi edhe radio televizionin pendimi këtu si udhëheqës mondial. Të falenderojmë shumë për bashkëpunimin për krahjen. Na trego pak lidhja juaj me radio televizionin pendimi, që shumë vite ju bashkëpunoni, reklama e Firdaus Toursit është gjithmonë aty. Pse, domethënë, pse e keni zgjedhur radio televizionin pendimi? Unë ju falenderoj shumë që domethënë këtë bashkëpunimi që kena bënë deri sot, gjithmonë kena pasur marrëveshje
shumë thjeshta dhe shumë të mira, edhe parat ka vazhdu kjo pi 2019-s deri në ditën e sodit. Edhe që dita e sodit ku na ka bashku së bashku, sepse domethënë na tamam e kena bëu punën si domethënë tamam na domethënë jemi në munduar edhe ti edhe na tamam me kohën domethënë e njëjtë. Kështu si pi 2019-s deri në ditën e sodit ne jemi shumë kënaqur me Radio Pendimin edhe ne kena zgjedhur juve sepse Radio Pendimi kush nuk e njeh Radio Pendimin. Të gjithë e njohin edhe ndigjojnë. Alhamdulillah. Okej. Tash drejtori i agjencionit Firdaus Tours na tregoi për gjitha këto çfarë ju ofron umrexhive, gjitha aktivitetet, por me vërtetu e ket na, a është e vërtet kjo çka po thot drejtori? Do të kemi inshallah edhe intervista me pjesëmarrësit, domethënë me umrexhit. Çfarë do të na thojnë ata?